I hapi punimet e seancës së jashtëzakonshme plenare të Kuvendit të Republikës Kosovës, të thirrur me kërkesën e 42 deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Pika e parë e ditës është formimi I komisioneve parlamentare. Të nderuar deputet, sipas nirit 19 paragrafi 2 të rregullorës Kuvendit përcaktohet se kryesia e Kuvendit në fillim të legjislaturës në mbledhjen e përbashkët me kryetarët e grupeve parlamentare propozon për miratim në seancë plenare numrin, strukturën dhe fushveprimin e komisioneve parlamentare. Në rastin tonë jemi në rrethona të jashtëzakonshme, kemi kuvend të konstituar, por ende nuk kemi komisione funksionale. Duhet theksuar se fillimisht pritja jonë ka qenë votimi I qeverisë dhe më pas vazhdimi punës në kryesi për themelimin e këtyre komisioneve. Por, në mos votimin e qeverisë dhe kohën e gjatë që mori konstituimi I kuvendit, jemi përballur me një situatë jo të zakonshme në të cilën vendi ynë është vënë para disa sfidave që kam menduar se mund t'i kalojmë si kuvend, por gjithmonë me mirë kuptimin e të gjitha grupeve parlamentare. Bëhet fjalë për disa çështje urgjente që kuvendi ka mandatin t'i trajtojë e ato janë: 5 marrëveshje ndërkombëtare me vlerë deri në 1 miliard euro, buxhetin e vitit 2026 prej rreth 4 miliard euro, buxhetet e 3 komunave që po përballen me vështirësi të theksuara financiare, si dhe çështja urgjente e pagave të punëtorëve të TRTK-s, të cilët ende nuk I kanë marrë pagat e muajit tetor. Me do 30 tetor kam mbajtur mbledhjen e kryesisë së kuvendit, ku kam kërkuar nga nënkretarët dhe shefat e grupeve parlamentare që të ecin përpara me formimin e komisioneve parlamentare në mënyrë që t'i tejkalojmë këto çështje jetike me që kuvendi tani më është funksional, pra I konstituar. Fatkeqësisht këtë mirëkuptim nuk e kam gjetur te një pjesë e grupeve parlamentare dhe kuvendi ka mbetur pa trajtuar asnjë nga çështjet e mësipërme. Të dashur kolegë, duke marrë parasysh që sot kemi votimin e qeverisë dhe se të gjitha subjektet politike janë deklaruar se nuk do të votojnë mandatarin e dytë, atëherë për mua ka qenë arsyeshme që ta mbështes thirrjen edhe të një seance të jashtëzakonshme si mundësi të fundit për t'i trajtuar nga ky kuvend këto çështje kaq me rëndësi për qytetarët. Me mirëkuptimin e gjithë deputetëve të kuvendit, sot ende e kemi këtë mundësi dhe unë jam I gatshëm që sa më parë të thrasnim mbledhje të kryesisë dhe bashkë me përfaqësuesit e të gjitha subjekteve politike të procedojmë së paku me themelimin e 4 komisioneve të përhershme, ku në këtë mënyrë do të mundsoj votimi I marrëveshjeve ndërkombëtare, buxhetit vjetor, buxhetit të 3 komunave, si dhe miratimi I raportit të TRTK-s, me çka do të mundsonte ekzekutimin e mjeteve për funksionimin e transmetuesit publik dhe pagat e punëtorëve. Çështjet e kësaj seance të nderuar kolegë deputet nuk kanë të bëjnë me veprime politike, prandaj edhe një herë bëj thirrje për të gjitha subjektet politike që t'i analizojmë me maturi në kontekst të rrethonave shtetërore që gjendjeme dhe pritje të qytetarëve tonë, të cilët nuk e meritojnë që ta pamundsojmë votimin e këtyre ligjeve jetike për shkak të inateve të paarsyeshme politike. Me këtu në përfundoj dhe I ftoj deputetët e interesuar për deklarime përkitazi me këtë çështje dhe hapi diskutimin.